Shqipëria është një vend i vogël në hartë, por i mbushur me vende që duken sikur nuk i përkasin kësaj bote. Disa prej tyre janë krejt natyrale, të studiuara nga shkencëtarët, të tjera i kanë mbijetuar kohës vetëm përmes gojdhënave. Por shumë prej tyre qëndrojnë pikërisht aty, në kufirin e holl midis të vërtetës dhe legjendës. Uji që zhduket brenda malit, gur që rrin pezull pa logjik, ujvara që dalin nga mali. Në këtë video do të zbulojmë 10 kuriozitetet më të çuditshme shqiptare. Vende ku realiteti dhe miti jetojnë krah për krah, dhe askush nuk e di ku fillon njëra e ku mbaron tjetra. Liçeni i Ohrit, i lashtë, mitik, me specie unike. Shumë pak njerëz e dinë se liçeni i Ohrit është një prej liçeneve më të lashta në botë, rreth 1.3 milion vite. Ai është më i vjetër se vetë njerëzimi modern dhe për këtë arsye mban gjallë qindra specie që nuk ekzistojnë askund tjetër në tokë. Biologët e quajnë laboratori natyror i evoluimit, sepse brenda tij jetojnë krijesa që janë mbijetuar epoka të tëra akulli, ndryshime gjeologjike dhe zhdukje masive. 58 prej specieve të tij janë endemike, duke përfshirë koranin e famshëm. Liçeni është aq i vjetër, sa edhe shkencëtarët nuk janë plotësisht të sigurt pse nuk është tharë apo ndryshuar në miliona vjet. Një mister gjeologjik që qëndron i heshtur mes Shqipërisë dhe Maqedonisë. Banorët vendas besojnë se liçeni ka energji shëruese dhe se uji i tij nuk pranon të papastër. Ka edhe gojdhëna që thonë se në fund të liçenit ka struktura të lashta të fundosura, dhe se gjatë netëve të qeta mund të dëgjosh zërat e banorëve të vjetër. Misteri natyrës, misteri legjendës. Teatri i Butrintit, akustik perfekte që duket magjike. Në zemër të Butrintit, nën hijen e pemëve shekullore dhe pranë ujrave të lagunës, ndodhet një nga mrekullitë më të çuditshme të antikitetit. Teatri i Butrintit, vendi ku tingulli sillet në mënyra që sfidojnë logjikën moderne. Edhe pse është ndërtuar mbi 2300 vjet më parë, akustika e tij është aq perfekte sa një përshpëritje nga skena dëgjohet qartë deri në rreshtin më të lartë. Pa altoparlant, pa përforcim zëri, asnjë ndihmë teknologjie. Inxhinierët e sotëm e quajnë fenomen të pamundur, sepse forma e teatrit, materiali i gurit dhe hapësira përreth krijojnë një rezonancë që nuk është replikuar dot as nga teatrot moderne. Sipas legjendave, ky efekt nuk është rastësi. Ndërtuesit e Butrintit kanë përdorur një matematik të shenjtë, duke vendosur çdo gur sipas një formule që sot nuk e kuptojnë plotësisht. Disa besojnë se teatri ka energji të veçantë, dhe se zëri udhëton nëpër gur si valë të gjalla. Vizitorët shpesh thonë se kur ulesh në qendër, ndjen sikur koha ndalon për pak sekonda. Një vend ku arkitektura e lashtë bëhet magji. Ujvarat që zhduken, Nivica. Në Nivicë të Tepelenës ndodh një ndër fenomenet më të çuditshme natyrore të Shqipërisë. Ujvarat që zhduken. Në dimër apo pranverë, ujvarat janë madhështore, derdhe me zhurmë të fortë dhe krijojnë një pamje të frikshme e magjike. Por në verë, thjesht zhduken. Jo avullohen. Zhduken sikur toka i gëlltit. Hidrologët thonë se shtrihet mbi një sistem gjigant karstik, ku uji humbet nëpër galeri të nëndeshme. Banorët e zonës kanë tjetër version. Sipas tyre, ujvarat janë shpirtra të maleve, që shfaqen vetëm kur mali ka frymar të mirë. Ka edhe tregime për udhëtar që kanë dëgjuar zhurmën e ujvarës në periudha kur ajo nuk ekziston fizikisht, si një jehon nga thellësi. A është fenomen natyror? Po. A mbetet misteri i frikshëm? Edhe më shumë. Guri që rri pezull, Këlcyr. Në Këlcyr ekziston një gur gjigant, i vendosur në një mënyrë që sfidon çdo rregull fizike. Quhet guri i gjatë, guri që rri pezull, sepse megjithse duket gati i lirë në ajër, mbahet në ekuilibër vetëm nga një pikë e vogël prekjeje. Nga ana vizuale duket sikur mjafton një shtytje e lehtë për ta rrëzuar, por aty ka qëndruar me shekuj, duke sfiduar rreshjet, tërmetet dhe errat e forta. Legjenda thot se guri u vendos nga një qenie e madhe, një dragua që ruante zonën dhe që la këtë gur si vul mbrojtjeje. Banorët thonë se guri ka energji të çuditshme. Disa vizitorë thonë se kur i afrohesh, ndjen një dridhje të lehtë ose një zhurmë të brendshme si të tokës. Shkencëtarët përpiqen ta shpjegojnë me erosione dhe përbërje gjeologjike, por e vërteta është se askush nuk e di pse ai gur nuk bie. Dhe kjo e bën më magjik. Pigmentet misterioze të Voskopojës. Voskopoj, dikur një qendër e madhe kulturore, fshen një mister që as sot nuk është zgjidhur plotësisht. Pigmentet e ikonave dhe afreskeve. Në disa prej kishave të saj, ngjyrat duken më të freskëta se pikturat e krijuara vite më parë.
megjithse janë mbi 300 deri 400 vjeçare. Studiuesit kanë zbuluar se disa pigmente nuk përputhen me asnjë recetë tradicionale ikonografike të zonës. Ka nuanca të kuqe që nuk zbehen kurrë, blu që nuk nxihen, ar që duket sikur inovohet vetë. Ka teori se mjeshtrat vlla dhe shqiptar përdornin një përzierje sekrete, një lloj boje alkimi që sot humbi. Disa besojnë se përdornin minerale të nxjerra nga zona të caktuara të malit të Gramozit, dhe se ato minerale kishin përbërje të rrallë. Por banorët kanë një histori më interesante. Çdo natë, ikonat thithin ajrin e Voskopojës, dhe kjo i mban gjallë. Mister mes artit dhe natyrës. Syri i kaltër, burimi i pamatur. Syri i kaltër është një nga burimet më të famshme të Shqipërisë, por shumë pak njerëz e dinë misterin e tij të vërtetë. Askush nuk e ka matur thellësinë reale. Zhytësit kanë arritur vetëm deri në disa dhjetëra metra, por më poshtë, burimi shndërrohet në një boshe të errët që zhytet në thellësi të panjohura. Presioni i ujit rritet aq shumë sa zhytjet bëhen pothuajse të pamundura. Ka raporte jo zyrtare që sugjerojnë se gjendet mbi 100 deri 150 metra thellë, por asgjë nuk është konfirmuar. Uji del nga toka me një forcë të frikshme, si një sy që vështron qiellin. Sipas legjendave, brenda syrit të kaltër jeton një shpirt i ujit, një qenie që nuk të lejon të prekësh zemrën e saj. Edhe sot, shkencëtarët nuk e kuptojnë plotësisht rrjetin e nën ujit që e ushqen. Një mister i pastër i natyrës shqiptare. Vallet shqiptare, 30 stile të lashta. Shqipëria ka më shumë se 30 valle të lashta, dhe secila prej tyre mbart diçka që nuk e gjen askund tjetër në Ballkan. Duket e pabesueshme, por në shumë zona, vallja nuk ishte thjesht argëtim. Ishte ritual, komunikim, madje edhe mënyrë për të ruajtur historinë. Në Labëri, vallja e burrave bëhet rrethor, me hapa të fortë që godasin tokën, si të donin t'i zgjonin të parët. Në Veri, vallet me shpatë tregojnë histori lufte, ku çdo hap përfaqëson një goditje, një mbrojtje, një betim nderi. Ajo që i bën vallet tona kaq të veçanta është polifonia e trupit. Lëvizjet shoqërohen nga këngë të lashta, ku zërat ngrihen njëri mbi tjetrin si shtresa të një historie të harruar. Çdo zonë ka ritmin e vet, mënyrën e vetë të shprehurit, dhe për këtë arsye etnologët thonë se Shqipëria është një muze vallesh, i gjallë. Ka valle që bëhen vetëm në ditë të caktuara, valle që s'bëhen më, dhe valle që kanë mbijetuar qindra vjet pa ndryshuar asnjë hap. Është një trashëgimi e gjallë që i lidh shqiptarët me rënjet e tyre, më fort se çdo libër historie. Guri i qiellit, Vranisht. Në malin mbi fshatin Vranisht ndodhet një prej monumenteve më të çuditshme të Gadishullit. Guri i qiellit, i njohur edhe si Sofra e Zotit. Në pamje të parë duket thjesht një pllak gjigante guri e vendosur mbi dy shkëmbinj më të vegjël, por mënyra se si qëndron aty prej mijëra vitesh e kthen në enigmë të vërtetë. Shkencëtarët mendojnë se është një dolmen prehistorik, një strukturë megalitike e krijuar për rituale të lashta, ndoshta të kultit të diellit, apo si vend ku priftërinjtë e epokës neolitike kryenin rite në net me yje. Banorët e Vranishtit kanë një version më poetik. Thonë se kjo është tryeza ku Zoti ulte qiellin mbi tokë, një pikë ku njeriu ndjente vete më afër së padukshmes. Thuhet se kush kalon nëngur merr bekim, ndërsa gratë moshuara tregojnë se dikur çiftet pa fëmijë shkonin atje natën për të kërkuar fat. Edhe sot, kur arrin te guri i qiellit, ke ndjesinë se vendi nuk është vetëm gjeologji, është një portë e heshtur drejt një kohe të humbur. Vrima e Nuses, kanjoni i Osumit. Në kanjonet madhështore të Osumit ndodhet një formë shkëmbore që banorët e quajnë vrima e Nuses, një zgavër e rumbullakët e krijuar nga erozioni i ujit ndër shekuj. Por ajo që e bën këtë vend të famshëm nuk është vetëm pamja, është legjenda që i mbijeton brezave. Sipas tregimit të vjetër, një vajzë nga një fshat këtu afër e martuan me një djalë pa dëshirën e saj. Krushqit shkuan te shtëpia e saj dhe e morën. Rrugës për t'u kthyer te shtëpia e dhëndrit, Nusja i lutej krushve ta linin të shkonte, sepse nuk e donte djalin që i kishin caktuar për bashkëshort, sepse martesa ishte me mbledhëri jo dashuri. Por krushqit nuk ju përgjigjen kërkesës së Nuses. Kur erdhën afër këtij vendi ku ne jemi tani, Nusja kërkoi pak pushim dhe krushqit pranuan. Nusja zbriti nga kali dhe u drejtua për te shkëmbi dhe tha: "Hapu o shkëmb, e më shpëton nga ky siklet." Legjenda thot se me njëherë u hap kjo grope e madhe. U fute shkoj sërish në shtëpinë e saj. Më vonë ky vend këtu ka shërbyer si rit për pjellorinë, për vajzat që duan të kenë fëmijë. Sot, vendasit thonë se në ditët me erë dëgjohet një vajtim i lehtë,
ndërsa pikat e ujit që bien nga zgavra quhen lotët e Nuses. Shkenca e quan fenomen natyror, por për njerëzit e zonës, kjo vrim është kujtimi i një sakrifice të dhimbshme. Ujvara e Sotirës, fenomen i çuditshëm gjeologjik. Ujvara e Sotirës, pranë Gramshit, duket si një vizatim nga një botë tjetër. Uji del nga një mushkëmbor në disa nivele dhe krijon një perde të bardhë që nuk ka të ngjashme me askënd. Por misteri i vërtet është se ujvara nuk ka një lumë klasik që e ushqen. Ajo buron nga brendësia e malit, sikur mali të qante. Përbërja gëlqërore e shkëmbinjve krijon një efekt magjik. Uji duket si qumësht dhe kur bie në dritë, krijon nuanca blu e jeshile. Legjenda thot se dikur aty banonte një shpirti malor, që derte ujë vetëm për njerëzit e mirë. Ka njerëz që thonë se te ujvara e Sotirës ndihen aroma të çuditshme, si trumz, edhe kur nuk ka bim rreth. Natyrë, legjend dhe një nga pamjet më të pazakonta të Shqipërisë. Këto 10 kuriozitete tregojnë se Shqipëria nuk është vetëm vend me histori të lashtë, por edhe një territor plot mistere që ende presin të zbulohen. Disa prej tyre kanë shpjegime shkencore, disa të tjera jo plotësisht. Ndoshta kjo është magjia e vërtetë e Shqipërisë. Përzierja mes realitetit dhe mitit, mes natyrës dhe legjendës. Nëse ke dëgjuar vende të tjera të çuditshme shqiptare që duhen futur në videon tjetër, shkruaje në komente. Dhe mos haro, Shqipëria ka gjithmonë një sekret tjetër për të treguar.